nga Numrat, libri Numrat. Është kapitulli 22, tek Numrat, kapitulli 22, paragrafi 21. 22-21. Kështu Balami u qua në mëngjes, shaloi gomaricën e tij dhe shkoi bashkë me princat e Moabit. Por zemrimi i Perëndis u ndez, sepse ai ishte nisur, dhe engjëlli i Zotit doli rrugës si armik kundër tij. Ai kishte hipur gomaricës së tij dhe kishte me vete 2 shërptor. Gomarica pa engjëllin e Zotit që rrinte në rrugë me shpatën e tij të zhveshur në dorë, doli nga rruga dhe hyri në përara. Atëherë Abrahami e rrahu gomaricën për ta kthyer përsëri në rrugë. Por engjëlli i Zotit u ndal në një shteg të ngushtë midis vreshtave, ku kishte një mur nga një anë dhe një mur nga ana tjetër. Kur gomarica pa engjëllin e Zotit, u shtrëngua pas murit dhe e shtypi këmbën e Balamit pas murit. Kështu Balami e rrahu përsëri, për të dytën herë kjo, Atëherë engjëlli i Zotit shkoi tutje dhe u ndal në një vend të ngushtë ku nuk mund të lëvizte as djathtas as majtas. Gomarica pa engjëllin e Zotit dhe u shtri nën Balamin. Zemërimi i Balamit u shtua dhe ai rrahu gomaricën me bastunin e tij të tretën herë. Atëherë Zoti ja qeli gojën gomaricës dhe i tha Balamit: "Çfarë të kam bërë që më rreth në këtë mënyrë 3 herë me radhë?" Dhe Balami ju përgjigj gomaricës: "Pse je tallur me mua, sikur të kisha një shpatë në dorë, tani do të vrisja?" Gomarica i tha Balamit: "A nuk jam vallë gomarica me të cilën ke udhëtuar gjithnjë deri më sot? Mos vallë jam mësuar të sillem kështu me ty?" Ai u përgjigj: "Jo." Atëherë Zoti ja hapi syt Balamit dhe ai pa engjëllin e Zotit që rrinte në rrugë me shpatën e tij të zhveshur në dorë. Dhe Balami u përkul dhe ra përmbys me fytyrë për tokë. Engjëlli i Zotit i tha: "Pse rrahe plot 3 herë gomaricën tënde? Ja unë kam dalë si armiku yt, sepse rruga që ndjek ti nuk pajtohet me vullnetin tim. Gomarica me pa dhe me ka evituar plot 3 herë. Në rast se nuk do të më kishte evituar, me siguri do të kisha vrarë duke e lënë atë të gjallë." Atëherë Balami i tha engjëllit të Zotit: "Unë kam bërë mëkat sepse nuk e dija që ti rrije në rrugë kundër mejet. Prandaj tani, nëse ajo që po bëj nuk të pëlqen, atëherë unë do të kthehem prapa." Por engjëlli i Zotit i tha Balamit: "Shko pra me këta njerëz, por do të thuash vetëm këtë gjëra që do të them unë." Kështu Balami shkoi me princat e Balakut. Kur Balaku dëgjoi që Balami po vinte, shkoi ta takoi në qytetin e Moabit, që ndodhet në kufirin e shënuar nga Amoni, në skajnë e fundit të territorit të tij. Kështu Balaku i tha Balamit: "A nuk të kisha dërguar të thërrisja me urgjencë? Pse nuk erdhe tek unë? A nuk jam vallë në gjendje të nderoj?" Balami ju përgjigj Balakut: "Ja, erdha te ti, por tani a mund të them diçka? Fjalën që Perëndia do të më vërë në gojën time, atë do të them unë." Balami shkoi bashkë me Balakun dhe arritën në Kiriath Hucoth. Pastaj Balaku flijoi qe dhe dele dhe u dërgoi disa prej tyre Balamit dhe prirësve që ishin me të amen fjalës të Zotit. Balami, një njeri i shenjtë i Perëndisë dhe një profet, i cili sa herë që i fliste Zotit, e quante Zotin: "Zoti im dhe Perëndia im", dhe askush nuk mund t'i thotë të plotfuqishmit Perëndi Zot veçse nëpërmjet frymës të shenjtë. Pra ishte një njeri i Perëndisë me të vërtetë, i bekuar që të gjithë e njihnin që çdo që të bekonte do të ishte i bekuar dhe çdo që do të mallkonte do të ishte i mallkuar. Nga ana tjetër ishin Moabitët, ishte Balaku, mbret i Moabitëve, sikurse në vitin 1400 paka shumë, ku kishin mbaruar 40 vjetët duke u sjellur në shkretir,
pa që po i afrohet vendit të Moabit në mënyrë që të hynte në tokën e premtuar. Populli ishte në numër të madh dhe i plotfuqishëm, do të thoja, për popullin e Izraelit atëherë. Dhe kështu Balaku u tremb për veten e tij, për popullin e tij, u tremb. Dhe kështu mendoi dhe tha, ka mënyrë të shpëtoj, se këtu pranë nesh është Balami, që është njeri i Perëndis, dhe do t'i lutem që të shkoj ta mallkoj këtë popull në mënyrë që të largohet nga unë dhe të shpëtoj edhe unë dhe populli im. Bëri një mendim të mirë për Dinak. Dhe kështu dërgoi të dërguar drejt tij, drejt Balamit, pra Balaku me shumë dhurata, dhe i thanë se mbreti jon Balaku na ka dërguar dhe që të nderojmë dhe të japim çfarëdo që të doj zemra jote dhe të kërkosh. Dhe Balami, njeriu i Perëndis, tha, nuk do të bëj asgjë nëse së pari nuk do të pyes Zotin. Dhe kjo ishte zakoni i tij gjithmonë, që të mos bënte diçka pa pyetur Zotin. Dhe ky është një mësim i mirë, sepse kështu do të jesh i bekuar i Zotit, pra që të mos bësh asgjë nëse nuk pyet Zotin. Dhe kështu me të vërtet në darkë u lut, e pyeti Zotin dhe i tha të shkoj me ta, që më tharrasin të shkoj të mallkoj popullin e Izraelit. Dhe Perëndia i tha Balamit, mos shko me to, mos e mallko popullin tim, sepse është popull i bekuar nga unë. Dhe kështu, me të vërtet, u ngrit ditën tjetër në mëngjes, shkoi tek të dërguarit dhe ju tha se nuk më lën Zoti të vi të mallkoj një popull që është i bekuar nga ai. Dhe u kthyen të dërguarit e Balakut. Balaku u mërzit dhe tha, do të mundohem përsëri me nderime më të mëdhaja dhe me dhurata më të shumta. Dhe kështu dërgoi përsëri të dytën herë të dërguarit më të fuqishëm, mbase do të thoja nga ana njerëzore, dhe i thanë që t'ju thoj Balakut, çfarë do që të më kërkosh, do të ta jap. Dhe Balaku tha, nuk mund ta shkeli fjalën e Zotit që të bëj me pak apo më shumë nga sa më tha. Dhe gjithë shtëpinë e tij plot me pasuri të ma jap, unë nuk mund të bëj atë që nuk do të më thotë Zoti. Por pritni që të lutem përsëri. Tani këtu, vëllezër dhe motra, fjala e Perëndis është po dhe amen. Nuk mund të jetë edhe po edhe jo. Dhe kjo ishte gabimi i parë i tij. Dhe atë që na intereson sot në mesazh është se përse një njeri kaq i bekuar i Perëndis bëri, dhe do të shohim edhe vazhdimin, kaq gabime serioze. Sepse në zemrën e tij hyri ajo që thot fjala e Perëndis, dëshira për t'u pasuruar. Ashtu sikur se thot, se të gjithë sa duan të pasurohen, përfundimisht bien në tundim, sikur se ra Balami, dhe në kurth, dhe në dëshira të shumta, dhe me të vërtet të pamend dhe që janë shumë të dëmshme, të cilat i thellojnë njerëzit në të keqen dhe në mundime të mëdhaja. Dhe ta themi përsëri, ky njeri i bekuar, profet, dhe u bë një magjestar shërptor i djallit. Ma është e mundur një që shërptor i Zotit të katandiset shërptor i djallit? Por rënja e çdo të keqet është dëshira për të pasuruar. Ajo që lindi brenda ti kur i tha se kam për të dhënë çfarë të duash, ishte dëshira për të pasuruar. Sigurisht që e mbajti përsëri premtimin e tij se unë do ta pyes Zotin, dhe shkoi të dytën herë dhe pyeti Zotin, dhe Zoti këtë herë i tha, duke mos qenë as pak i kënaqur me ta, i tha, me qenë se kaq shumë don të shkosh, shko. Po sa serioze është kjo, vëllezër dhe motra, që ta dim. Derisa don kaq shumë që të shkosh, të shijosh ato që do të jap Balaku dhe nuk je i kënaqur me aq sa të jap unë, shko. E tmerrshme është kjo.
Nuk je i kënaqur nga ato që të jep Perëndia dhe don dhe të tjera. Dhe fjala e Perëndis thot, kënaquni me ato që keni në shtroja dhe në mbulojat tuaja. Se aty e tutje dëshira për të pasuruar është rënja e çdo të keqet dhe kjo është idhujtari dhe kështu njeriu shndrohet nga njeriu i Perëndis në idhujtar. Perëndia të na ruaj nga ky problem i madh i dëshirës për të pasuruar, i të mos ngopurit të njeriut me pasuri. Dhe del jashtë atyre që ishin dërguar për të dytën herë Balakut, rri me ju. Dhe kështu u ngrit Balami në mëngjes, shikoni tani, e samarosi gomaricën e tij dhe shkoi me princat e Moabit. Dhe kështu doli zemrimi i Perëndis dhe engjëll i Zotit në rrugë doli përpara tij dhe kundër tij. Do me thënë dërgoi Zoti engjëllin kundër tij që ta ndaloj dhe të them dhe këtë që ta vriste në mënyrë që të shpëtonte popullin e tij nga ai. Por ajo që ishte në favor të tij dhe mëshira e Perëndis ishte se bashkë me të mori gomaricën. Një gomarice, një gomare pra që ishte karakteristika e përuljes. Ja mendoni se dhe Zoti jon Jezu Krisht hyri në Jeruzalem me një gomaric dhe përulja ka rezultat serioz, tërheq hirin e Perëndis. Ajo që shifte gomarica, sepse tek psalmet, Davidi thot, mos u bëni sikur gomari apo sikur mushka, si kali apo si mushku, sepse kali dhe mushka kanë nevojë për kapistër që të mos kafshojnë, për frena që ti mund t'i drejtojnë dhe kam gjik që ti ndëshkosh. Por gomarica nuk ka as kapistër, as frena. Kjo është një përulje që tregon hirin e Perëndis. Dhe hiri i Perëndis u shfaq tek të gjithë njerëzit që do të pranojnë shpëtimin e tij. Por edhe hiri i Perëndis, nëse e pranojmë, vjen dhe zbulohet dhe shfaqet në të përditshmen tonë, në mënyrë që të shohim, jepni kujdes kësaj sepse kjo është fjalë e Perëndis, në mënyrë që të shihni ato të cilat nuk i shohin të tjerët. Ai që jeton në hirin e shumëllojshëm të Perëndis, shef ato që nuk i shohin të tjerët. Dhe flasim për besimtar, sepse përulja të çon drejt lavdis. Njeriu besnik i Perëndis i përulur shijon hirin e Perëndis. Dhe hiri i Perëndis, karakteristika e parë që ka është të shohim ato të cilat nuk i shohin të tjerët. E dyta, të flasim dhe të bëjmë ato që të tjerët nuk mund të thojnë dhe nuk mund të bëjnë. Dhe kështu si të kenë rezultat bekimi. Thojnë për gjëra të kota, nëse nuk ekziston hiri që është rezultati i përuljes. Gjithashtu i përuluri, tek të përulurit Perëndia ndërhyn në të përditshmen e tij për bekim dhe për mbrojtje. Për bekim dhe për mbrojtje, hiri i Perëndis. Dhe shumë e rëndësishme është që të gjejmë edhe hir nga Zoti dhe nga njerëzit, në mënyrë që me të vërtet princi i kësaj bote të mos ketë asnjë pushtet mbi ne dhe të mos mundet as të na prek dhe as akoma të na shkatërroj, ashtu sikur se do të shkatërroj Balamin. Gjithashtu, nga që Perëndia na thot se na ka fejuar me një burr, pra me Jezu Krishtin, jemi të fejuar, amen vëllezër dhe motra, dhe kështu presim dasmën e qengjit dhe të Krishtit, dhe fejesa jon me Krishtin cila është fryma e shenjtë. Je pagzuar me frymë të shenjtë, je i fejuar me Krishtin. Nëse nuk ke, kërkoja, sepse tek ato që e kërkojnë e jep Zoti frymën e shenjtë. Tek ato që këmbgulin pastaj që të marrin frymën e shenjtë e jep Zoti.
Çfarë do të thotë fryma e shenjtë? Premtim i Krishtit se do të martoj ditën e dasmës së Krishtit me kishën. Do të jesh në nusën time. Nuk do të jesh në botë dhe as në mes të miqve të dhëndrit, por do të martoj. Rezultati shijojmë në këtë mënyrë si të fejuar të Krishtit, shijojmë edhe fjalën e Krishtit në jetën tonë, edhe veprën e Krishtit në jetën tonë. Ai përparon, ai na flet, ai na mëson në çdo të vërtetë nëpërmjet frymës të shenjtë dhe ai na zbulon të ardhmen tonë personale, familjare dhe të kishës dhe përgjithsisht të ardhmet. Dhe kështu shijojmë edhe parajsën e Perëndis, sepse parajsa e Perëndis nuk është kopshti i Edenit, por është vendi aty ku kënaqet Perëndia që të flasë me njeriu. Dhe parajsa jon është kisha e Perëndis të gjallë, shtëpia e Perëndis të gjallë, aty ku vim në shtëpinë e Atit ton që të na flas Ati jon nëpërmjet Jezu Krishtit në frymë të shenjtë. Çdo ditë. Dhe në fund, nga që jemi të fejuar me Krishtin, kështu shijojmë sigurinë dhe mbrojtjen e Jezu Krishtit nga Zoti. Dhe kështu pra kishte atë frymëzim të bukur nga Zoti. Dashuria e Perëndis atë e drejtoi Balamin që të ngjitet në gomaricën e tij. Dhe vazhdoi të shoh gomarica ato që askush tjetër nuk i shifte. Çfarë pa? Pa ato që e bëri Perëndia. Është e nevojshme, është i dërguar me një shpatë të zhveshur të vras Balamin. Dhe rezultati është se kur përpara saj pa gomarica Angelin e Zotit, ku është karakteristika e përuljes kjo gomarica. Për këtë arsye të dashur vëllezër dhe motra, Zoti thot të bëhemi sikur gomarica të përulur. Pra për përuljen kjo, në mënyrë që të gjejmë hir nga Perëndia. E përsëris që të shohim ato që nuk i shohin të tjerët, të dëgjojmë ato që nuk dëgjojnë të tjerët, të flasim dhe të bëjmë ato të cilët nuk munden, as t'i bëjnë dhe as t'i dëgjojnë. Gjë e madhe që njeriu i Perëndis të shijoj atë dëshirën e përulësisë, tek të përulurit bën hir Perëndia. Krenaret, sa të bekuar të jenë, Zoti i kundërshton. Ja kujtoni, në emrin tënd profetizuam, në emrin tënd dëbuam dëmon dhe bëm mrekulli të shumta dhe Zoti çfarë u tha? Shporruni nga unë ju që vepruat në paullësi se kurrë s'ju kam njohur. Përse? Sepse me krenari thanë, ne profetizuam, ne dëbuam demonet, ne bëm mrekullira të mëdhaja. Ndërsa i përulluri çfarë thot gjithmonë? Jo unë, por Zoti. Ky është i përulluri. Nuk ka gjë të mirë që të bëhet në jetën time dhe ta bëj unë. Asgjë. Sepse Perëndia parashikon, paranjef dhe mbron. Jemi në siguri pra kur jemi në përuljen që don Perëndia. Kështu pra sikur se përparon gomarica, e shef Angelin me shpatë të zhveshur, e don pronarin e saj dhe kthehet të kalojë në udhë tjetër. Dhe Balami don kaq shumë tani më të shkojë tek Balaku, e përsëris këtë. Balami që don kaq shumë, pavarësisht se Zoti i tha mos shko, don kaq shumë dëshira për të pasaruar, i dhujtari bëhet kjo në të, kaq shumë don sa që e godet gomaricën e tij dhe rreth. Por kur e goditi gomaricën nuk ndaloi së qenie për ulur ajo. Dhe kështu duke kaluar nga një rrugë e ngushtë me një mur majtas dhe djathas përpara saj Angjeli me shpatë të zhveshur. Dhe kështu shmanget në cep të murit dhe thot shkrimi se shtrëngoi këmbën e Balamit në mur. Dhe ai e goditi të dytën herë. Dhe tani shkojmë edhe për të tretën herë. Dhe Angjeli i Zotit
qëndroj në një vend akoma më të ngushtë ku s'mund të lëvizte, as majtas as djathas, o do të kaloje nga ai ose të kthehej mbrapsht. Dhe gomarica ul në tokë dhe nuk ecste më. Sa kafsh e përullur. O Zot, na bëj si një gomaric e Zotit. E kuptoni se që them? Dëshiren e përuljes që ka një gomar për pronarin e tij. Besnik, i përullur, i mbushur me dashuri dhe nuk bën ato që bën njerëzit e tjerë, por bën ato që bën njeriu i përullur. Dhe u mërzit të tretën herë goditi. Dhe kështu Zoti, shikoni çfarë bën Perëndia, sa e don Balamin. Hapi gojen e gomaricës dhe i tha Balamit, dhe flet pra gomari pra. Ky do të thot hir i Perëndis. Ato që të tjerët nuk mund t'i thojnë dhe nuk mund t'i bëjnë, njeriu i përullur mundet edhe t'i thot edhe t'i bëj me rezultat të bekuar. Dhe i tha Balamit, çfarë të kam bërë që më rreh në këtë mënyrë 3 herë me radhë? Dhe kaq i zemëruar Balami nga dëshira që kishte të shkonte tek Balaku për t'i marrë ato që i kishte premtuar se do t'ja jepte, i tha, mirë bëra që të godita, sepse i e tallur me mua dhe nuk më ndiqe urdhrat e mia, dhe po të kisha një shpatë në dorë do të vrisja. Dhe gomarica akoma më e përullur. O Zot, sa frym e bukur është kjo që na mëson Perëndia nëpërmjet fjalës të tij. Më me përullje, i tha, a nuk jam vallë gomarica me të cilën ti ke udhëtuar gjithnjë? Gomarica jote që deri më sot ke udhëtuar me mua, mos vallë jam mësuar të sillem kështu me ty. Dhe dini vëllezër dhe motra, është shumë serioze se gjithë secili nga ne është dhe ka, është dhe duhet të ketë një apo më tepër gomarica në familjen e tij. Të jesh ti gomaric për burrën tënd apo të jesh ti për gruan tënde, pra për përulljen flasim, frym të përullur dhe zemër të butë, dhe do të gjesh hir nga Perëndia dhe nga njerëzit. Të jesh si një gomaric ti dhe gruaja jote për fëmijët e tu, dhe të jesh një gomaric në kishën tënde për të gjithë vëllezërit dhe motrat e tu. Zemër të butë, frym të përullur, të dridhesh para fjalës të Zotit, të shijosh hirin dhe mirësinë e Perëndis. Dhe kur tha jo, Balami, dhe dëshmoj dhe nuk u habit vallë se i foli gomarica, ja mendonin të dashur vëllezër dhe motra dëshirën e zemrës të tij. Sa shumë donte të shkonte të merrte ato që i kishte premtuar se do t'i jepte Balaku. Dhe atëherë Zoti hapi syt e Balamit dhe kështu pa engjëllin e Zotit që qëndronte në udhë dhe shpatën e zhveshur në dorën e tij. Dhe nga frika e tij, Balami, kur pa shpatën, engjëllin e Zotit me shpatë në dorë, u përkul dhe ra përmbys me fytyrë për tokë. Dhe engjëlli i Zotit i tha, pse rrafe plot 3 herë gomaricën tënde? Ta dish se unë kam dalë si armiku yt, sepse rruga që ndjek ti o Balam, dëgjoni se çfarë i thot. Aty ku po shkoje nuk pajtohet me vullnetin tim. Pra të kemi kujdes ku shkojmë, vëllezër dhe motra. Ku shkojmë? Nuk shkojmë ku të dojmë, ku të duam, apo ku të mendojmë, por shkojmë ku të na drejtojë Perëndia nëpërmjet frymës të shenjtë. I bekuar Balami. Por zemra e tij tani ka vazhduar dhe është larguar nga Zoti. Udha jote thot nuk është sipas vullnetit tim. Dhe me pa gomarica u shmang dhe më evitoi plot 3 herë, sepse po të mos të shmangej gomarica, atëherë unë do të kisha vrarë dhe atë do të ta kisha shpëtuar.
Perëndia është dashuri, por është edhe zjarr që konsumon. Nuk mund të luash me Perëndin. Nuk mund të luash me Perëndin. Nuk luhet me Zotin. Ma të foli dhe të tha jo. Dhe erdhi të dytën herë Balaku dhe të dha më tepër. Dhe ti çfarë vere? Ta pyes përsëri. Ma përse derisa është e shkruajtur? Ta tha një herë, atëherë i foli. Tani është e shkruajtur. Çfarë do të pyesim që të shtrembrojmë apo të bëjmë atë që duam, duke përçmuar fjalën e Perëndis? Ku do të shkojmë? Në shkatërrim. Humbet ikën hiri i Perëndis. Qëndronin në mësimin e apostujve, në thyrjen e bukës, në bashkësim me njëri tjetrin dhe në lutje. Atëherë njeriu shijon hirin, mëshirën dhe bekimin e Perëndis. Përse? Sepse duke ju nënshtruar i bindet fjalës të Perëndis. Kujtoni, Perëndia që ishte në trajt Perëndije Jezu Krishti, që ishte Perëndi jo në trajt, më falni, e boshatisi veten e tij dhe shndërroi Perëndia në një tjetër person si njeri pra, për i njëjtë me Perëndin. Dhe kështu nuk u keq kuptua, nuk u zemrua, me falni për shprehjen, por tha amin o atë. Por akoma më tepër, dhe duke u bindur, duke qenë i ngjashëm kështu me njerëzit, dhe sipas trajtës si të njeriut, atëherë përuli veten e tij me një mënyrë të veçantë. Si, duke u bindur në të gjitha sa i thoshte ati i tij, në të gjitha fjalët e atit. Kjo është përulja e tij që është bindje plotësisht në fjalën e Perëndis. E lartësoi Perëndia dhe i dha atij emër mbi çdo emër, përpara të cilët do të gjunjëzohet çdo gjuhë qiellor, toksor dhe nëntoksor, dhe çdo gjuhë do të rrëfej atë Zot. Aleluja. Lavdi emrit të Perëndis. Këtë bëri gomarica në favor të Balamit dhe shpëtoi jetën e tij. Dhe atëherë Balami tha, më katova Zot, se nuk e dija se ti ishe në rrugë kundër meje, masi të shifte, derisa ishte i mbushur me krenari dhe zemra e tij i mbushur me dëshirën për të pasuruar nga krenaria. Dua shumë dhe më tepër dhe më tepër. Tani, nëse nuk të pëlqen ty, kthehem mbrapsht. Ma çfarë thua njeri? Ti nuk don të kthehesh prapa. Nuk don të kthehesh. Dhe engjëlli i Zotit i tha Balamit, shko me këta njerëz, por me njerëzit e Balakut, por do të thuash vetëm ato gjëra që do të them unë. Dhe kështu Balami shkoi me princat e Balakut. Kështu arriti tek Balaku dhe Balaku i thot, përse u vonove? Të thirra. Nuk besoje se unë kam për të të nderuar. Nuk besoje se unë kam për të të dhenë të gjithë çka që të duash. Tani pyetja është, vëllezër dhe motra, çfarë duam? Çfarë don nga kjo jetë? Çfarë don nga kjo jetë? Dhe përgjigja është, ato që presin Zotin nuk do të turpërohen. Nëse don dhe bën shumë gjëra që të pasurohesh, që të kesh, do ta pesosh sikur Balami. Dhe nëse ke gomaricën, do të shpëtosh. Por nëse as atë nuk e ke, atëherë do të vritesh. Çfarë do të thotë do të vritesh? Ekziston vdekja fizike për të cilën nuk flet. Vdekja fizike është ndarja e shpirtit nga trupi. Por më e keqja është vdekja frymërore, është ndarja e njeriut nga Perëndia. Vdekje të mërshme është kjo. Humbje e përjetshme, sepse don ato që nuk don Perëndia. Don të pasurohesh. Bollek, çfarë don? Të dashur vëllezër dhe motra, duam vullnetin e Perëndis në jetën tonë dhe themi, u bëft vullneti yt si në qiell ashtu dhe në tokë. Amen vëllezër. Kjo është ajo që duam me të vërtet. Duam vullnetin e Perëndis. Këtë duam. Vullnetin e Perëndis.
sepse këshillat e mia nuk janë sipas këshillave tuaja. Mendimet e mia nuk janë sikur të tuajat. Aq sa është larg qielli prej tokës, kaq larg janë mendimet tuaja nga mendimet e mia. Dhe kaq larg sa të jenë vendimet që merrni ju, janë aq sa është qielli nga toka. Në qoftë se vendos të ndjekësh mendimet e tua dhe vendimet dhe mendimet e tua, atëherë do të humbasësh. Por nëse do të ndjekësh ato që të thotë Zoti, do të shkosh në qiell. Sot pra është dita e gjykimit. Sot mos u kthe majtas dhe as djathas, por ec drejt Jezu Krishtit, sepse aty do të jetë bekimi i Perëndis. Fatkeqësisht për Balamin ndoqi Balakun 3 herë, shkoi të mallkoi popullin e Perëndis, por që të 3 herët nuk ja arriti. Dhe të 4-ën herë që Perëndia tani më mori gojen e tij, që në vend që ta mallkonte, e bekoi popullin e Perëndis. Dhe Balaku e ndoqi, e përzuri. Tani shikoni se si kishte arritur zemra e Balamit kaq larg Perëndis. Dhe thot fjala e Perëndis se Balami u këshillua me Moabin që të dërgoj Moabitase pranë kampit të Izraelitëve, që të mëkatojnë dhe të humbasin mirësinë e Perëndis ndaj tyre. Kjo është këshilla e Balamit, që është këshill e djallit. Në fund do të dërgoj Moabitëse apo Moabitës, burra apo grua, që të mashtrojnë, dhe atëherë u vran të gjithë 24.000 veta, derisa u gjend Fineasi, një burr besimit dhe forcët, një i ri izraelit solli një Moabitëse të re, duke qarë se e don dhe që don të martohet me te, dhe Fineasi i shpoj me shpatën e tij, me ushtën e tij, nuk e di, dhe kështu sipas hirit të Fineasit, Perëndia e çliroi popullin e Izraelit. Por tema jon nuk është, vëllezër dhe motra, dhe mesazhi jon nuk është fundi i Balamit, por është fillimi i Balamit, profet i Perëndis, i cili dëshmonte se Perëndia ishte Zoti dhe Perëndia i tij. Dhe në fund u bë magjestar, shërbetor i djallit, që kërkonte gjithnjë mënyrën se si të vinte shkatërrimi i popullit të Izraelit, i bijve të Perëndis. Perëndia të na ruaj. E përsëris, frymë të përulur, zemër të butë, që të gjejmë gjithmonë hir nga Perëndia. Gjithmonë. Dhe dua të them dhe një herë tjetër akoma, sikur se ma shfaqi Perëndia, se kush është hiri i Perëndis. Nuk prish punën nëse përsëris më falni. Por dëshira e tij, që është hiri i Perëndis shpëtues, që u shfaq gjithë njerëzve për t'i shpëtuar, ky hir, derisa na shpëtoi Perëndia, vepron në të përditshmen ton, kur ne qëndrojmë të përulur. Në mënyrë që të shohësh ato që të tjerët nuk i shohin, të flasësh dhe të bëj ato që të tjerët as nuk mund t'i fantazojnë, të ndërhyj Perëndia në të përditshmen tënde për bekim dhe për mbrojtje, të gjesh hir përpara Perëndis dhe njerëzve, në mënyrë që bota dhe princi i kësaj bote të mos mundet as të prek dhe as të shkatërroj. Përse? Sepse është shkruar se Perëndia na fejoi me një burr. Në mënyrë që të shijojmë fjalët e atij burri që është Jezu Krishtit dhe veprën e tij në jetën tonë, të shijojmë si vazhdim parajsën e Perëndis, që të flasim me atin për ditë dhe të shijojmë përfundimisht nga Zoti sipas hirit mbrojtjen dhe sigurinë e Perëndis. Të gjitha këto Balami i humbi, i kishte dhe i humbi. Përse? Se zemra e njeriut është tradhare dhe shumë e pabes. Perëndia të na ruaj. Vëllezër dhe motra, përuluni, thot Zoti, nën krahun e shtrirë të Perëndis, dhe atëherë Zoti ka për t'ju lartësuar, por me një kusht. Çdo shqetësim
tuajnë. Hidheni tek ai me besim, se Perëndia bën dhe interesohet për ty. Amen.